Ky emision mundësohet nga Shëndetje Mevlan. Shëndetje Venar. Shëndetje Besian. Shëndetje Venar. Si je? Mirë, super, si kalonin? Mirë. Mevlan, ti si je? Si gjem 3. Si gjem 3, ja? Si shkon puna? Bit gjitha. Pak shkon vet, pak e shtojmë. Cila me të vetë nga pak. Super. Besian, a bon një elaborim të më bësh asaj se si keni nisë, më thonë si nisët krejt iniciativën. Do me thonë, kjo tema tani është nevoja dhe kërkesa e studentëve. Imagjino venhar, studentët 4 vite studiojnë në gjuhën shqipe plus master. Okej. Dhe në fund të kryish provimin e jurisprudencës në gjuhën maqedone është diçka e pak kuptim për ne. Domethënë kjo ishte ajo dëshira juaj për ta ndryshuar diçka. Mu habit fakti se kur kam qenë unë student, domethënë ne kemi pas prioritete tjera që lidhen krejtësisht me tema tjera, kështu që Mevlan shkurt tregom prej kaki zell. Po du të ndryshohet një diçka, kupton? Se çdo herë nisin ajone edhe tash kena këto muhabete pak a shumë, po prap du të punonim me gjuhën maqedone, po du të ndryshohet ajo të një herë. Nuk mund të ngelim 20 vite në këtë vend. Ndoshta në kohën e ju nuk i keni pat këto gajlet tona, ose jeni marrë me gjëra tjera, po keni pat atë mendimin se sendet janë të shku për ma pozitive. Po ne nuk e shohim atë. Përse në Besiani pajtohet, 20 vite jemi pak të stagnua, di kjo Tetov, kjo Maqedoni. Nuk ecin para dhe nuk bëhet mirë ndryshe. Detyrimisht pak me u marrë pak ma shumë, edhe me këto tema. Ndoshta kjo dhe sjella atë aktivizimin të ne, të trid, kryesisht. Unë e kohëve fundit kom pa shumë komente, lajme, sulme ndaj jush, po ajo që më bëni përshtypje është se si mundet dikush ta akuzojë një tri, që është ndër 25 vjeç, ta akuzojë një tri se është i shitur. Edhe unë para se me ju thirr në emision kom bo kërkime për ju, edhe e di se nuk keni nevojë për t'ju dhënë dikush pare, se jo kom pa bazën familjare, dhe më thonë ju jeni në rregull, edhe kështu që tregon kohëve fundit ju jeni taku me krejt partitë politike me Mevlan. Si ishte feedbacku atyre për këtë nismën tuaj? Po gjithsonin e keni mbështetjen se e keni të drejtë e garantuar me kushtetutë dhe ligj. E tash partitë normalisht dhe bëjnë atë lojën e vete, po ajo që aty ku ndikon mas shumë të është e tritë, e student, ta kupton. E kena tripi gjithë partive, se fatkeqësisht është fakti pamum se partitë politike kanë hina për shtëpia, e lemona për vende tjera, në për institucione tjera. Po çka ka një mirë kuptim të ne se i kemi largu këta topika, domethënë prej bisedave. Nuk bisedojmë ne kjo partia, ajo partia, kjo fajet, ajo fajet. Po edhe këto shpeshherë kena lutet e partitë mos merren me ne, po të merren me thelbin e problemit, tentojnë ta zgjidhin problemin, se njëna tenton të krej ka viti, tjetër tenton të përçajë. Se e konsideron se i bëj çdo. Për mendimin tim duhet të jenë shumë të kujdesshëm të dijat, edhe të sulmohet një ri, një student është e pa kuptim, ta kupton. Qoftë edhe të ishin të vërteta, ato është e pa bazë. Po të ishin të vërteta nuk duhet bëhet. Kauza është e sinqert, bazuar me 3 parlamente studentore, ka një mirë kuptim shumë të mirë, shumë korrekt, burror. Të bashkuar? Normalisht po. Ka pas tentime për t'ju frigu? Ndoshta për t'na frigu jo, ama për t'na shtyp pak ato pikat ndërmjet vete, ndoshta pak po, a di. Besiani ndoshta nuk e di të Besiani, ka pa ama në për disa studentë që i njoh, ka pa tentativa që t'i bindin kundër, se kënë se po ka në një synim tjetër, po mbas protestës parë u pa shumë qartë se ku o synimi jonë, e na rujt maksimum mos kese kur gjo as një sen favor apo në kundërshtim në një partije. Thelbi, baza, është gjua shqipe, zbatimi gjuhës shqipe, në kjo diçka e pamohueshme për as këtu, që cili do qoftë ministër, i cili shpej albanofobi, duhet ta dije se ku e ka vendin, se nuk e ka vendin të na përfaqësoj neve. Okej. Besian, problemi përmendi protestën me Mevlani, tregom, realisht
A pritet atë rezultat edhe a doli ai rezultat ashtu si keni prit? Ose a ka dalë më mirë a më keq? Protesta realisht ishte e qetë dhe studentët, domethënë, aq shumë masifikisht që dolën në protestë, ne mburemi dhe krenohemi me kolegët tanë dhe mburemi me atë se zëri jonë po dëgjoha edhe në Kosovë, Shqipëri dhe të shumë në Edhe në Beograd aty. edhe në Beograd ndoshta, nuk e di se kam. Domethënë ju jeni të kënaqur, unë e shoh se keni dalë në të gjithë mediumet e mundshme në formë online, po tash besoj se do të dilni edhe ditëve tjera edhe live të shkoni në për mediume, edhe ju sugjeroj që mos dilni nga mediumet, thjesht se mediumet janë ata që e krijojnë idenë për kauzën tuaj. Tregoni për protestën, unë e pash në mediume me plan se ti ishe në polici, Po. I thirrur. Cili ishte, domethënë, diskutimi atje? A ishin korrekt? Prej pyetjeve, shiko, ata inspektorët ishin shumë të cilëtshëm, po pyetjet ishin pak, mund të them, pa lidhje. Aty pyetje, a do ketë megafon, a do ketë pankarta, sa vetë do jeni. Ne kemi paraqitur gjithë të njoftimin, nuk ka nevojë të mbaham unë aty me orë për të pyet njëjtat gjëra që i kam shkruar në njoftim. Edhe pra mendoj se ishte pak një tentativë edhe për të marrin edhe informacion, ndoshta ka një ide e sinqertë, apo të hënën kur shkum për në Shkup, po pase në pikë pagesën e Shkupit, ne u pritëm, u ndalëm aty edhe që ishte interesantja, aty ishin edhe njësitë speciale, nuk ishin vetëm policit të thjeshtë që na prishin, njësitë speciale na prishin e ti, të presesh studentët me njësi speciale çka tenton të arish. Ku tenton dalësh? Të Tovës. Po, studentët të Tovës, kur nisëm në prej të Tovës në Shkup me Vanez, unë Po, na ndaluan aty në këtë 10 minuta e rrugës për të qetë duke ikë kanë 50 km në orë në autostradë. Në që shkeli i ligjit, është shumë ngadalë për në ato. Që shkaki për cilës që i kishim para busave, pikë pagesën ishin rëndit ata njësitë speciale, aty pak si mund të më kujtun ato muhabetet e pleqshve, si thojnë aty, në kohën e Jugosllavisë. Okay. Ashtu dhe më thonë, nuk pritet studenti me njësi speciale treshtuar aty të pika pagesore. Çka tenton të arish? E keni paraqitur para faktorin ndërkombëtar? Po, kemi përgatitur një shkrim që t'i njoftojmë, po besoj se edhe ata janë kanë marrë raporte mjaftueshëm se ka dalë në përmediume, që ta kenë ditur edhe ata. A keni pas takime, a kanë kërkuar takime prej juve? Faktorin ndërkombëtar ndaj jo, po e pash që ambasadori BE-s Rokasi edhe ambasadori Italisë, Paolo ja kishin reaguar në bazë të kërkesës tonë, kishin mbështetur protestën tonë, kishin thënë është protestë paqësore. Derisa mediat e Maqedonia la mirën sa ka pat flamura, to merren me çështjen esenciale, e kanë këptu thelbin aty ku e kena. Përsa kryeministri jonë e paraqet si skenar destabilizimi, këta e harrojnë thelbin, të gjitha na largojnë edhe neve për thelbit, pra nëse kjo e pritshme pak i politikës. Ka një ranë, aty ne duhet prapë qëndrojmë bashkuar dhe mos mbim presh shumë ty me muhabeteve, kthehemi çdo herë te ajo e vërteta. Çka pritet tash next? Po next besjan Çdo kush pret nga ne. Kemi telefonata, çfarë do bëhet, si do bëhet, ajo, kjo. Tash ne do vendosim javët në vijim, do bëjmë një takim. Ekipi i përbashkët, domethënë, krejt që ishim para protestës, jo këto që u kiçën pas protestës. Dhe Tutto albanese, tutto komandanti. Edhe do shohim se si do het plani në vijim. Besoj se qëndrimi jo i njëjti, qëndrimi s'ka ndryshuar. Jo, mendoj me vepra, me protesta, çka do bëni ose nëse e vlerësoni se do të jetë surprizë, befasi për ne, mos e tregoni. Kështu që vetëm e befasoni në rrugë. Nëse pak befasi. A keni bisedu me studentë drejtimeve tjera përveç juridikut që kanë problem me provimin e respondencës? Po ta i kam ato provimet e veta, për shembull të arkitekturës nuk kam provim fare, ama ditë procedurën e kanë gjuhën maqedone, psikologët njëjtë. Ata për shembull nuk kam provime nëse bëjmë psikologjinë për profesor për ta, por nëse bëjmë për psikologjinë klinike, atëherë do detyrimisht të nështron provimit, edhe ai duket se është në gjuhën maqedone. Okay.
Dhe më thënë ka gjithë to, edhe gjëra që janë të organizuar prej odave janë të lënë pak pasdore. Përse se ka mjaftu shumë shqiptar të oda arkitekteve, të oda psikologët, gjitha odat, du të beve pak në bas, të shohem, sa e kemi momentumin të zgjidhim edhe këta çështje, se ndryshe nuk bën. A keni në grupin tuaj protestues prej fakulteteve tjera përveç se juridikut dhe komunikimit që është special? Po, kena nga gjithë drejtimet, kena të arkitekturës dhe kitë, dhe me thonë që dhe ato kanë probleme, ato që mendojnë se nuk i kuptojmë në mirë ato drejtimet atyre, mirë po besoj që do i zgjidhim edhe gjitha problemet. Tash mua keni nisë që rrugën, një u dhe 5 punë. Dikush duhet ta nesë. Ose, kështu na thënë, kishit para 23 viteve, a di pse su bo para 23 viteve, po tash kesa sa bo 23 vite, 23. Në spital, Tash, kesa sa bo para 23 viteve, po prap nuk duhet lihet në masdora, jo, se ka bo në general para neve, ose ka pat puma, ndoshta edhe më të rëndësishme për të botë gjeneratët para neve, se sa të kërkojnë zbatimin e gjuhës shqipe, ne prap nuk mund ta lëmë pas dore tash. Po është arsye tim ajo. Ama shpresoj ta kuptojnë njerëzit pak, aty du dalin pak pi atyve kthetrave, ta analizojmë mirë situatën. Nuk është kjo situatë 3 muaj, është pak më gjatë kjo situata dhe jemi të pritë elaborim të kësaj që sa kohë, po fatkeqësisht ende pa epilog. A jeni të vetëdijshëm se politika mund t'ju ofroje zgjidhje gjithësmake? Po, beson të folësh ti atë folëm? Urdhno. Normalisht jena të vetëdijshëm. Zgjidhja gjithësmake është kjo, ligj. Okej. Është më e mirë adminës do ishte zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhës, sjell rast precedent, ta kupton. Pastaj nuk ka nevojë bësh ligje për secilin send, se tani si të bëm ligje këtu, do për secilin send ku nuk zbatohet gjuha shqipe. Hajde bëjnë një ligj, hajde harmonizojna, hajde çon në Komisionin Venecian. Nuk ka mirë kjo, edhe besoj se humbën aty edhe pesha e partive politike shqiptare, se duhet për secilin send të çojnë këmbë, aty prit harmonizojna këtë. Asi janë të çu për këtë. Këto pjesë. Bile edhe presidentja që kishte dhënë një koment të një kanal, të një emision, po drejtësia e përkthyer. Tash do të pyesim ne, po si funksionon Zvicër, si funksionon Kosovë, shtetfqinje kena, edhe ekonominë për shembull ka Maqedonia më të mirë se Kosova. Si mund të Kosova ta përballojë? Si mund të funksionojnë gjithë këto vendet ku ka 2 gjyqësi, Belgjik ose 3 gjyqësi? E të ne linta jone se maqedonisht e drejta qenë ka vetëm gjuhë maqedone. Kjo është absurde. Absurde është kjo kur ke 2 popuj që bëjnë, janë shtetëformues në këtë vend. Du të kese një farloj mirë kuptimi ndërmjet neve dhe marrëveshje të gjërë kur lidhen edhe ligji kur është miratu edhe marrëveshje orit dhe gjithta e kanë atë parimin e mirë kuptimit. Është parim juridik, të më thënë, dihet se ku do në bera i parimi, nuk du të ashtishti nga për ato kthetrat e interpretimit. Di shumë qartë i ke shkruar sendet, po kush do në të izbatoj, izbaton, kush nuk do në të izbatoj, të të gjej të bëjk shumure. Ose ka edhe për atyre që nuk do në të shkruje në CV-n e ti, se aje ka qenë arsye sepse është bëjk ndryshim pas 35 viteve. Se kjo mund të shërbejë edhe pastaj si katalizator për gjykatat, për akademinë për prokurorët e gjykatës, provimi noter, provimi për përmbarues, provimi për avokat. Çdo zinxhiri i drejtësisë pse i gjithë gjyqësori mos jesë edhe në gjuhën shqipe? A është parashë ligji për zbatimin e gjuhës? Jashtë asaj që është ankimun në gjykatën e kushtetuese, është ende në fuqi. A parashë ligji që mund të funksionojë edhe në gjuhën shqipe? Për çfarë arsye të mos jenë edhe këta në gjuhën shqipe? Për çfarë arsye një jurist shqiptar që kryen këtu si ta edhe Besiani, fakultete, master dhe i kryen gjitha këto procedurat, të mos punojnë gjuhën e tij anëtare. A nuk do ishte shumë mirë? Shumica e juristëve shqiptarë dinë edhe maqedonisht nëse ne kena problem. Po do ishte interesant ta shofish se kush do ishte më i fortë në treg. Një jurist që e din të dy gjuhët apo një jurist që e din vetëm maqedonishtën. Okej. Unë kam pa profesor që kanë mbështet në kauzën tuaj, maqedon mendoj. Profesor kanë dalë edhe me deklarata publike, të cilat kanë qenë të sulmuar për deklaratat e tyre publike, mbështetje publike. Po më intereson fakti bashkëmoshatar studenta ju kanë mbështet dikush, qoftë edhe privatisht. Thush Maqedon? Maqedon, po.
Privatisht po, publikisht jo. Privatisht kanë thonë, "Ej, nuk ka ndonjë dilemë aty, a bëjnë Shqip, a bëjnë Maqedonisht, nuk e dim se bëhet gjithë ky për çaj, a di? Po edhe ata i kanë ata idetë e tyre se bëhet për të zgjuar kur ka Maqedonia probleme tjera, nisin këta probleme ndëretnike, a di edhe ajo ndoshta u bie pak si pikë atyre. Gjithsesi atë skandal publikisht paktën nga ana ime, ato unë që e njoh nuk i pasha ditë në protestë ose më thanë se nuk do vinë, shkaki që mos bën ajo shënjestra e bashkëbashkëtarëve vet, nuk e di Besjani nëse ka ndonjë shok që ka dalë. Maqedon. Unë ditë kur komunikonin me studentët për t'i marrë në protestë, futa në një klasë Maqedone. Okej. Edhe kërkova ndihmë nga Shqipja dhe më ktheja tha, po unë jam Maqedon, tha, me gjithë qejf do vinsh, ato se më lejon profesori. Profesori i lejoj, po nuk e di, a erdhën vazhdojnë ato me ne, apo vetëm dolën nga porët. Edhe nga ndalë për ligjerate. E njohur, deri në moshën 30 vjeçare ikja nga ora është e lezetshme, qoftë edhe për protestë. Dema, suksese, prej fillimit ju kemi mbështet. Kjo tema me planin ne kemi bisedu rastisht jemi taku prej tetor, që e kishte idenë për peticionin një herë edhe pastaj, kështu që mbështetje maksimum për çdo gjë që e bani në të mirën e studentëve në të ardhmen. Edhe ju dëshiroj suksese dhe faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë, unë t'i falenderoj me Besjanit se Besjani ka qenë një shtyllë kryesore veçanërisht për Noel. E di shokët e ati se çka është interesante është e mirë kuptimi që ka ndonjëherë këta kryetarët e parlamentit se 25 vite që janë bë bashkë, këtë herë janë bë bashkë aty. Dhe falenderoj një herë Besjanin për aty në atë aspektin burrëror që na ka qëndruar çdo herë pas neve dhe para normalisht. Faleminderit, ha. Respekt, faleminderit. Faleminderit për kohën. Faleminderit vëna. Faleminderit. Faleminderit vëna. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga